Çfarë mendimi keni për Big Brotherin? Për çunat e Big Brotherit tërësi, pastaj flasim edhe për kotën. E thash për Big Brother është të kam thënë unë, është big kurvash aty. Atje përcillet një mesazh negativ. Atje njerëzit nuk kanë ato komunitetin e tyre, komunikimin e tyre të edukuar, të sjellshëm, pa atje me arbutëri, bërtasin, lërasin, edhe këta e bekasile ati i fusin brënda në Big Brother që mendja e tyre të trulloset, se natyrisht, po s'dole në ajër nuk e oksigjen, truri ka nevojë për oksigjen, edhe ata i bekasile aty që të zihen, të ndërsen me njëri tjetrin, si ata kafshë që i fusin kafaz. Çfarë duan të arrijnë me këtë? Ata duan të arrijnë me këtë, sepse dhe nesër pas nesër dhe në shtëpitë tona do krijohet Big Brotheri, do na suverenojnë me kamera që të na përgjojnë të tjerët dhe neve do jemi në mbikëqyrjen e këtyre zagarëve. Po ta marrësh edhe tani ne jemi në mbikëqyrje, pra aq kosa në xhep mbajmë një smartphone, pra aq kosa. Do bëhet më keq. Do bëhet gjendja edhe më keq. Në përshpira është zgjedhja jote, nëse ti do e vendos kamerën, s'do. Do të detyroj, mos e kesh, mos e qeta, do la detyroj tani. Pra ti po thuaj që po shkojmë drejt teknologjisë, drejt robotizimit të gjërave. Është shumë e keqe bile. Pse është e keqe kjo gjë? Sepse ti mund ta kesh shumë rahat. Po shikoj ti di çfarë bën shtëpinë time. Ajo është gjë personale, është private dhe unë do bëj çfarë del në shtëpinë time. S'ka drejt ai të më kontrolloj mua çfarë bëj. Edhe mos pionoj pastaj. Se unë do flas. Jam e lirë, siç po flas tash, jam e lirë, jam e nese. Ke ndjekur ndonjë Big Brother? Jo, që kam parë në Facebook.